Një anketë e re ka zbuluar se gati gjysma e njerëzve që jetojnë në Francë, Gjermani, Itali dhe Mbretërinë e Bashkuar presin të jetojnë në një vend tjetër në të ardhmen. E kryer në emër të firmës së sigurimeve digjitale Fiverr, kriza e kostos së jetesës është arsye kryesore që i bën njerëzit të marrin në konsiderat një jetë jashtë vendit, pasi është përmendur nga 53% e britanikëve, 48% e francezëve, 43% e gjermanëve dhe 32% e italianëve. Vetëm 1 në 10 europianës secilin prej tregjeve të anketuara me 500 të rritur të pyetur në secilin prej tyre thanë se definitivisht nuk do të zhvendoseshin jashtë vendit. Ndërsa destinacioni kryesor për secilin vend ndryshon, Spanja është një fituese e qartë. Si britanikët ashtu edhe italianët e emëruan atë si zgjedhjen e tyre të preferuar, me 24 dhe 20%. Për Francën, Kanadaja ishte zgjedhja numër 1, me 17% që e përmendën atë si vendin ku do donin të jetonin në të ardhmen, përpara Italisë, e cila u theksua nga 14% e të anketuarve. Gjermanët nuk po kërkojnë të udhtojnë as pak larg shtëpisë, me 17% që zgjedhin Austrinë, të ndjekur nga Spanja dhe Zvicra me nga 12% secila. Britanikët nga ana tjetër janë plotësisht të gatshëm të zhvendosen në një destinacion të largët, me 19% që zgjedhin Australinë, 15% Kanadan dhe 10% Zelandën e Re. Ndërsa Dubai përmendet shpesh si një pikë nxehtë për emigrantët. Vetëm 3% e britanikëve thanë se po e merrnin në konsiderat. Megjithatë, anketa u kroi në fund të qershorit, kushtu që reagimi mund të jetë ndikuar padyshim nga sulmet e Iranit në Emiratet e Bashkuara Arabe gjatë muajve të fundit. Por ku do të shkojnë në të vërtet brezi i ardhshëm i emigrantëve? Në listë përmendet Kanadaja, Australia dhe Zelanda e Re, për shkak të një ekuilibri vërtet të ndryshëm midis punës dhe jetës. Slovenia, Malizi dhe Kroacia për shkak të bukurisë natyrore, stilit të jetesës, një natyrë që tërheq njerëzit në mesdhe, me qasje europiane, popaturmat, kostot ose verat përvoluese të pikave të nxehta tradicionale. Një tjetër vend që përmendet është Costa Rica, pasi është një destinacion që lidh natyrën, biodiversitetin, qëndrueshmërinë dhe mirëqenien. Nga ana tjetër, në fund është Portugalia, pasi është një destinacion popullor por pasqyron pikërisht ato që kërkojnë zhvendosësit e ardhshëm, stilin e jetesës, komunitetin, sigurinë dhe aksesueshmërinë.